pari natyrisht në diskutimi nuk shmon dot edhe nga rrethonat në cilat ndodhemi, sepse kjo edhe shpjegon edhe justifikon edhe kohën e shkurt edhe thirrjen e mbledhjes brenda ditës, por kjo nuk është esenciale për sa i përket kësaj çështje, edhe për këtë besoj pajtohemi gjithë. Natyrisht në një rrethon tjetër do të ishte shumë mirë që të kishim edhe kohë më shumë edhe anëtarët e komisionit edhe për t'i lexuar edhe për t'i krahasuar edhe për t'i spastruar, por sido që tjetë nuk janë elemente esenciale që e pengojnë as procedurën as procesin. Në lidhje me çështjet që ngritët, esenciale këtu janë 3 elemente. E para, pala autorizuar që mund të propozoj amandamente, që në rastin konkret Presidenti i Republikës apo Presidenti i Republikës këtë autorizim e ka me kushtetut. Elementi dytë esencial është që amandamentet kushtetuese ose propozim amandamentet kushtetuese para se të votohen nga deputetët duhet të nënshtrohen vlerësimit nga ana e gjykatës kushtetuese për sa i përket paksimit të lirive dhe drejtat njerëzit, gjë që ka ndodhur dhe përmbushet edhe elementi parë dhe elementi dytë. Dhe elementi tretë është votimi i amandamentit kushtetuese në procedurë kushtetuese në kuptimin e votës së kërkuar, dhe procesin e votimit prej 2/3 të gjithë deputetëve dhe procesin e votimit të dy fesh natyrisht. 2 elementet e para procedurale, pavarësisht kohës, janë të përmbushura. Po flasim për amandamentet e njëjta për nga përmbajtja, që janë nështruar vlerësimit të gjykatës kushtetuese dhe gjykata kushtetuese e ka nxjerrë gjykimin në fjalë duke i validuar në aspektin kushtetues, natyrisht me një paragraf që e ka gjetur që pakson po që është spastruar nga sa e pash, domethënë shkresën e dërguar nga Presidenti i Republikës, dhe mbetet elementi i tretë në rastin konkret që ti nënshtrohet votimin nga ana e deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Edhe mbledhja e Komisionit për Legjislacion sonte është brenda këtij kuadri. Në një rrethon tjetër, ne natyrisht do të mbledheshim para se që seanca do t'i trajtonte, por duke konsideruar që tashmë është përmbyllur faza e vlerësimit nga ana e gjykatës kushtetuese, të vlerësimit preventiv, ne si Komision për Legjislacion e kemi përgjegjësinë funksionale për të konstatuar këtë gjë, për të spastruar dhe për të dërguar rekomandimin e Komisionit për Legjislacion në seancë plenare. Sa i përket kohës, ky afati 7 ditor është krejtësisht afat operativ i Kuvendit të Kosovës i përcaktuar me rregullore dhe nuk është afat përfundimtar, ne as nuk mund të jetë, as logjikisht, as proceduralisht. Është afat kur më së voni duhet të procedohen dhe gjithmonë në funksion të efikasitetit. Por kjo nuk e ndalon, kjo do të ishte absurde të mendohet që po su trajtuan brenda 7 ditëve nuk mund të trajtohen në ditën e 8. Dhe kjo nuk mund të ndodhë, as nuk mund të lexohet në këtë mënyrë, përveç se çështje krejtësisht le të themi operacionalizimi i angazhimit të trupave të Kuvendit dhe të Kuvendit. Nuk ka asnjë implikim në këtë fazë. Prandaj në aspektin procedural, do të thonë pala autorizuar me kushtetut ka propozuar amandamentet që në rastin konkret është Presidenti i Republikës. Elementi i dytë esencial që gjykata duhet t'i vlerësoj paraprakisht në kuptimin e paksimit të lirive dhe njerëzit ka ndodhur dhe kemi gjykimin. Dhe ajo çfarë mbetet të ndodhë është votimi në seancë plenare pasi që Komisioni për Legjislacion i ka dërguar rekomandimin. Ky është rrafshi procedural kushtetuese juridik. Pjesa tjetër natyrisht është politike, që justifikon edhe mbledhjen e sotme, edhe domosdoshmërinë për të proceduar, që i shërben natyrisht zhbllokimit të një situate të rëndësishme për të krijuar institucionet, për të zgjedhur presidentin apo presidentin e Republikës në një rrethon kur mungon konsensusi politik për të ndjekur procedurën e drejtanishme të zgjedhjes së presidentit apo të presidentes së Republikës, me pozicionimet aktuale të deputetëve, të grupeve parlamentare, të partive politike, për të refuzuar bashkëpunimin dhe për të kërcënuar qytetarët dhe njerëzit të Republikës me zgjedhje të parakohshme brenda më pak se disa muajsh, pas një viti po ashtu me pengesa, bllokada, është çështje tjetër, do të imponon veprimin në këtë drejtim. Mund të diskutojmë, sidomos politikisht, mi thonë të drejtën, sepse juridikisht është e qartë, përmbushen elementet esenciale. Natyrisht do të ishte shumë mirë një rrethon krejt tjetër me kohë të mjaftueshme, me diskutime më të gjera, mbase për shkak të periudhës që ka kaluar, mund të kishte propozime tjera për të plotësuar elementet të caktuara, qoftë të procedurës, qoftë të veprimeve që rrjedhin nga këto ndryshime, po për sa kohë dhe nëse ka vullnet politik nga partitë politike, për të ecur përpara në këtë drejtim, nuk shoh asnjë pengesë, as procedurale, as juridike, as kushtetuese. Ju falenderoj. Mirë, faleminderit Adnan, tash po ta jap mendimin tim që se i komentova ato që thash. E para,
këtu është një afat që thot prej vendimit gjykatës kushtetuese duhet 7 ditë më vonë kuvendi mblidhet dhe të shqyrtoj ato amandamente. Ndërkohë ne jemi 14 vjet më vonë. Tash ti mendon që s'ka rëndësi që thot 7 ditë na mund mbledh edhe mas 14 vjetë. Si jurist nuk ka asnjë logjik. Të vështë përfundojmë, mas ta jap fjalën prap. Pra, rregulloria po thot duhet 14 ditë mas i vinë amendamentet prej gjykatës kushtetuese. Ne jemi mbledh 14 vjet mbrapa, më fal 7 ditë po thot rregulloria, 7 ditë. Ne jemi mbledh 14 vjet mbrapa dhe ti po më thu që s'ka rëndësi. Për çfarë ekzistojnë apo? Jo, fal, të përfundojmë krejt. M'fali. Jo, pyetjet, do të ketë rast për gjithës se kemi nërmen mungut se s'është një çështje që do të mungut. E para kjo. E dyta, mendoj që o gabim, nëse thot 7 ditë dhe ti mbje mas 14 vjetë, nuk e di. Domethënë është shkelje për te çdo afati. E dyta për sa i përket autorizimit presidentes për me pruthe. Po, amendamentet mund t'i propozojë Adnan presidentja. Po ku i çon amendamentet? Amendamentet i çon në kuvend. Dhe peja tujt ku shkojnë? Shkojnë gjykatë kushtetuese. Dhe prej gjykatës kushtetuese ku vin Adnan? Vin komision për legislacion. Ty pe kujt kanë ardhur amendamentet? Sot. Pe presidentes. Qysh? Prej kryetarës kuvend. E kush e ka qytetarës kuvendit? Presidentja. Po edhe në rastin tjetër kujt e dërgon? Prit. Mos i ngatro, prit. Jo, prit. Presidentja ja dërgon kryetarit kuvendit. Kryetari kuvendit i merr, i çet në seancë, nuk i voton, po i shqyrton. I konstaton që në rregull i çon gjykatë kushtetuese. Pe gjykatë kushtetuese vin legislacion. Në komision për legislacion Adnan nuk mund të vinë pe presidentes. As pe kryetarës kuvendit, vin prej gjykatës kushtetuese. Direkt, po pra. Kështu që është komplet shkelja e afatit dhe shkelje e çdo parimi të ndryshimeve kushtetuese. Edhe nuk mujna mendojnë me boni procedurë me kaq shumë shkelje për aktin themelor të i vendit.